Mbram, duke u thu me një vëlla musliman, edhe diskutonim këtë tematik, edhe ma tha një fjalë shumë të madhe, subhanallah. Tha vallahi vëlla, kur ta marrna informacionin e vdekjes të nanës tonë, për çfarë do problemi që kena pas në jetë, vetën tonë kena me zonë gabim. Kur të vjen informacioni që ka vdek nana, kur të vjen informacioni që ka vdek baba, kush do të qoftë gabim në jetë, do një problem të mundshëm që ka mundet me ndodhë në për familje tona, atë ditë, kur të na thoj dikush vdiq nana, gabim na kena më. Atë ditë, fajtor, kena me zonë vetën 100%. Para se më harë të momente, për neve që i kena nanën dhe babën gjallë, e për ata që i kanë vetëm babën gjallë dhe ju ka vdek nana, apo e kanë vetëm nanë i ka vdek baba, ta shuizërë më konë të kujdeshëm për prindërit tanë. Ma shumë të kujdeshëm se sa për fëmijët e tanë. Se haki i nanës dhe i babës është shumë i madh. Është shumë i madh. Edhe njëherë nanë, edhe njëherë babën nuk bëhet më kërkush. Ka mundësi me e pas bashkë të dikan, edhe me një periudhë prej periudha kohore e do shumë. E do shumë. Vjen një moment ku mund është me urejt, e ban talak dhe nuk e donë. Se do? Të dikush thot, po pejgamberi sa më ka thonë, Aisha në du më shumë. Aisha dhe Allah ka qenë grua pejgamberi sa stër. Grua, dashuria ndaj nanës, dashuria ndaj babës, është e instalume në ADN-n e njeriut. Është e instalume në natyrshmërinë e njeriut. Edhe me e pas babën jo musliman, edhe me e pas nanën jo musliman, natyrshmërisht e do, se prindi kija. Ani pëse dashuria e natyrshmërisë që është. E mo lën me e pas nanën dhe babën musliman. E mo lën me e pas nanën dhe babën që kujdesën për ty. Që tash do shta i ki bo sa vjet, ala kujdesën për ty. A jem lu, a ke hangë, a ke pi, kur ke më hartë, kur ke me shku. Allah i fartë, në tonë dhe bëllatë.